shqiptar, ato të vërteta që ju keni frikë t'i bëni transparent dhe nuk lejoni media që t'jetë prezent. Jemi përjashtuar për 30 ditësh sepse kemi protestuar kundra Belinda Ballukut, e cila u more pandehur nga Spaku dhe në vend që të mbante përgjegjësi politike, ju e morët në mbrojtje. Në çdo vend demokratik, një zyrtar i lartë i akuzuar nga drejtësia jep dorëheqjen. Pse u përjashtuam 30 ditë nga një band hajdudër si ju, sepse denoncuam krimin organizuar, korrupsionin galopant dhe një sistem të ndërtuar mbi grabitjen e pasurisë publike. Pse u përjashtuam ne deputetët e opozitës, sepse protestuam dhe guxuam të përmendim emra, të përmendim afera, tendrat e dyshim, lidhjet e pushtetit me oligarkët, krimin organizuar. Po sot në Parlamentin e Shqipërisë mjafton të përmendesh Ramën dhe Belinda Ballukun, me njëherë të ndërpritet fjala dhe ti përjashtohesh sipas oreksit tuaj. Ky parlament fatkeqësisht nuk është më i qytetarëve shqiptar, por ky parlament është kthyer një mbrojtër Gysit, të Belindës, të Mirlindes, të gjithë ju që keni kapur peng këtë vend dhe po e trajtoni si plaç për interesat tuaja. Në fakt, përjashtimi ynë nga parlamenti, siç e thanë dhe kolegët, nga një band hajdudësh si ju, është një medalje për secilin prej nesh, sepse është medalje për çdo që refuzon të hesht, është medalje për çdo që nuk pranon të bëhet bashkëpunëtor me korrupsionin, me krimin dhe vazhdon të qëndrojë përballë jush dhe të luftojë për një Shqipëri të lirë dhe demokratike. Ne do të vazhdojmë të denoncojmë si brenda dhe jashtë parlamentit dhe nuk do të na ndalin dot urdhrat tuaja politik. Prandaj mësoni me këtë realitet, vazhdoni përjashtimet tuaja kundra ligjit rregullores kushtetutës dhe përgjigjen do ta merrni me datë 24 ora 17. Faleminderit. Se s'na jepni mikrofonin. Nuk. Okay, tani undes. Faleminderit zonja drejtuese. Zoti Balla tha që s'pas keni reflektuar, po në fakt unë prisja, mbase më kot, që t'ishit juve që t'kishit reflektuar. Sot juve duhet t'ishit distancuar nga vjedhja, sot juve duhet t'ishit distancuar nga korrupsioni, sot juve duhet t'ishit distancuar nga lidhja e qeverisjes suaj me bandat kriminale. Edhe Enver Hoxha në fakt do ja u kishte zili për këtë gjyq politik që ju po bëni me dyer të mbyllura, sepse po ju mohoni apo doni t'ju mohoni edhe publikut për t'u njohur për të bërë transparente atë çka po ndodh sot këtu.